Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të botë se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të botë se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet.
Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën
prapa. Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'un fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'un fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak,
i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkruas të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkruas të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo, nuk është ashtu.
ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alejkum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkruas të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Idha as-samaa'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alejkum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkruas të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Idha as-samaa'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alejkum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin, janë shkruas të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun,
ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të
të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmoj asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wama adraka ma yawmuddin, ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin, përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmoj asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat, e kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat, dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat, dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat, dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak, të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din, jo nuk është ashtu, ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin, kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin, janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun, ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im, e s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim, dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin, aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wama hum anha bighaibin, dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. But se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. But se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin.
dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të botë se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të botë se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma qarraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të but se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoj ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-sama'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përsjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë
të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Idha as-samaa'u fatarat. E kur të qahet qielli. Wa idha al-kawakibu intatharat. Dhe kur të shkapërdredhen yjet. Wa idha al-biharu fujirat. Dhe kur të përzihen detet. Wa idha al-quburu bu'thirat. Dhe kur të trazohen varret. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Të bot se cili njeri e din se çka punuar dhe çka lën prapa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit të tënd, që është bujar e i urtë. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi. Fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Të formësoi në formën që ai dëshiroi. Alla bal tukadhibuna bid-din. Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjithësisë. Wa inna alaykum lahafidhin. Kurse ndaj jush janë përcjellësit. Kiraman katibin. Janë shkrues të ndershëm të Allahut. Ya'lamuna ma taf'alun. Ata e dinë se çka punoni. Innal abrara lafi na'im. E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve në xhenet. Innal fujjara lafi jahim. Dhe se mëkatarët janë në xhehenem. Yaslaunaha yawmaddin. Aty futen ata ditën e gjykimit, të cilën nuk e besonin. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë të larguar prej tij. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Përsëri ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Është dita kur askush askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë. Atë ditë e tërë çështja i takon vetëm Allahut.